Klinika amerikane në Kosovë shënoi 8 vjetorin e themelimit me një ceremoni në cilën ishin ftuar çifte bashkëshortore, të cilat fal trajtimit në këtë klinik u bën prindër. Personeli veç vlerësimeve për punën 8 vjeçare të klinikës amerikane uroi të gjitha gratë për 8 mars. Së bashku me çiftet që fal kësaj klinike arritën të bëhen prindër, po shënojnë 2 data të rëndësishme: 8 vjetorin e themelimit të klinikës amerikane dhe njëherësh ditën e gruas. Ndërsa ky çift bashkëshortor që erdhi për të marrë pjesë në këtë ditë të shënuar për klinikën, vënë pas se u bën prindër pas 11 vjetësh, fal intervenimit në klinikën amerikane. Sot kemi ardhur të marrim pjesë edhe në këtë manifestim që është për vjetori. Edhe i falenderoj doktorin Behar Kusarin, i falenderoj veçanërisht Zotin. Tani prap doktori është mirënjohës për ne. I falenderoj shumë. Pas 11 vite unë jam bënon. Për vjetorin e klinikës amerikane dhe rëndësinë e pranisë së saj në Kosovë vlerësoi drejtori Behar Kusari. Ne sot e festojmë 8 vjetorin e klinikës amerikane. Dhe për këtë festë, domethënë, për ditën e nanave kemi ftuar edhe çiftet bashkëshortore me fëmijë, të cilat ju ka realizuar ëndra tyre më bë prind. Po. Shpresoj rastin që të uroj të gjitha femrave 8 marsin, duke i dëshiruar shëndet dhe lumturi në jetë. Tani unë dhe stafi klinikës amerikane jemi të nderuar dhe të lumtur që kemi mundësuar çiftet bashkëshortore me realizuar ëndrën e tyre më bë prind. Klinika amerikane trajton shëndetin e femrës, sidomos trajtimin e çifteve që duan të bëhen prindër, duke përdorur metoda më bashkëkohore.